prej vitesh bile të dy këta aktorët kryesor, Dashein që në orët e para të 90-s dhe Ali Bein, pikërisht në momentin kur ai vetëm se njih janë përpara, ai vetëm kërkoi që të angazhohesha kur filloi kjo lëvizja e re, themi anti-Berishë, kur akoma ishte pa dal nga Tore Drini Basha, nëse për mua ka patur shumë rëndësi ajo, dhe ata atëherë kanë humbur një nuk po them një moment të artë, po që i qojti prej 105.000 votat e arta, nëse u kujtohet ato që u votuan, por ishte vërtet momenti i tillë i artë. Pse? Sepse nëse të cilat mund të inkurajoheshin. Po pra, nëse Basha nuk do ta kishte vrarë atë medaljen e tij, atë vrarë atë gjë, pra ajo do ishte rritur, ti themi, atëherë mund të kishte sens, do prandaj u aktivizova atëherë, ju përgjigja thirrjes atij Ali Beit, pa se kisha kontaktuar kurrë në jetën time. Por e pash një moment bile këtu te Instituti i Arteve është bërë një takim e thash, "Ore, mos është një koincidencë se që këtu është nisur dhe për te studentët në natën e 8 dhjetorit, thash e tjera me atë të John Lennon që u bë për kujtimi atëherë nesër." Se ishte një moment e vërtet që mua vetë më elektrizuan me të drejtën, se më rikujtuan shumë gjëra, edhe mora pjesë me një lloj idealizmi, por kur e pash se çfarë po ndodhte, ershëm, atëherë ishte e kotë, kështu që këtu duhet të dalë. S'ke mosh për të turpëruar. Ajo po, se kishte momente tjera, po deshe të turprohesh, kur i thon sa herë të duash. Por e kam fjalën që duke i njohur mirë, këtu e kisha fjalën të dy këta aktor, ata i bashkoi në këtë moment që janë bashkuar në thonjza alli. Domethënë sepse e panë që solo nuk mund të bënin pothuajse asnjë gjë. Mirë do kishte qenë që ata të bashkoheshin dhe me të tjerë. Domethënë unë shpeshherë ju pata thënë edhe të tjerëve, të këtyre partive të vogla me që pyeti tani, që deri në zgjedhje, zereni undën, mbyllini sytë, bëni një koalicion të madh midis jush, vini ato kandidaturat tuaja, se ideja ju e dini që është në listat mbyllura do verë njeri motrën, njeri vllain, njeri kunatin. Dini, ashtu, edhe ata doja pindoreqe më vrapa, më kupton? Ma tha njeri bile, unë do ve motrën, ma tha shqipe, më kupton? Shumë mirë ke bëri, tash unë ta kish të besimit. Në rregull? Po s'ka çfarë bën, prandaj them nga halli, më kupton? Deri këtu arriti puna, dhe kështu që në listat e hapura, pastaj kush do marr, atje është garë për ata. Kush do marr, po kjo do të ishte shumë më e gjatë, kjo. Sepse sa më shumë partitë kishin marrë nga këto, aq më shumë ishte mundësia që ky kohezion të rritesh në vend që të fuste 2-3, mund të fuste edhe 10, ti themi. Kjo u doq. Tash derisa u doq kjo, u poq dhe pjesa tjetër pastaj. Kështu që zor se do ngren krye, më kupton? Unë i uroj me shpirt që inshallah të marrin maksimumin, por është shumë të vështirë. Kupton, ata po arritën të fusin 1 qameti 2 deputetë, do jetë fitoria më e madhe. Për kë ke fjalën? Për këta pra djathtas Këtë po flasim për koalicionin Sheh dhe Ali Bej, sepse këta I konsideruam që janë djathtë konservatore, kanë një sër parimesh. Këto partitë e reja unë I shikoj më tepër si parti Facebooku, këto të tjerat që janë thurje, bëhet bashkë, tjera. Dërsa këta dy e njohin jetën politike, e din që vota shkon e kërkohet të personi. Do bësh një pakt me të shikose do të nimoj për filan. Çfarë e kuptoj? Këta e kanë këtë strukturë, apo edhe këta mendojnë që janë parti? Strukturë partijake? Po, që të kapilare. Ja, nuk e kanë. Nuk e kanë se Dashej, me gjithë respektin, ka vite të tëra që LZK-ja ngelet në atë zyrën që është në Tiranë, dhe mos kam parë ndonjë rretha, në ndonjë kështu të di, në një të 2, të 3, të 12, asnjë. Okej. Dhe djathtas 1912 pati disa struktura kur ishin bashkë me Lulin, me Lul Bashën, por në momentin që u shkëputën, që u divorcuan, ai ngeli me sa di unë, ai ka ngelur me pjesën e strukturës, pak a shumë, me ato mini degët e rretheve, se dhe degët janë bërë qarqaf në për rrethet, vinje pyes një kush pëdeja, jo janë me Lulin, jo janë me këtës, mërë sheverë se me kishin. Kështu që këta janë më keq akoma, qoftë në aspektin e degëve, për strukturën, qoftë në aspektin financiar, si duash mere, dhe ata më tepër po bëjnë, ku dhe unë, fushati individuale më shumë. Po pra, edhe nuk I kam parë, edhe prezent në publik nuk I kam parë. Jo, ka rreshtur shumë dhe t'ju them një element, nuk është se nuk janë përpjekur me partitë e vogla, por partitë e vogla... Të vogla ke fjalën gjithmonë? Kam është ky Llapaj, që është më aktive dhe do shumë që të evidentohet. Ai ka kërkuar gjithmonë pjesën e primatit te këta.
dhe besoj këta qoftë për egon, qoftë për Se kanë lejuar. Nuk e kanë lejuar. Po provoj qartë. Ai vetë kërkoi që me çfarë kam dëgjuar prej tyre që në pamundësi unë kam besim nga sondazhet që kam bërë që unë marr disa kandidatë, më është dukur pak shumë e tejkaluar kjo. Nuk kam pse të bashkohem me ju, dua të testoj veten. Patjetër. Mirë më testoj. Në vetvete është bravo i qoftë që do të testoj veten. Problemi është ajo që ju e thot pak më përpara. Ne nuk njohim numrat pasues të këtyre. Dhe për shkak këtyre ke partitë e vogla u kam thënë, por nuk mund të flasësh ti edhe për probleme politike, edhe për sociale, edhe për ekonomi, edhe për financë. Është e pamundur. Ore, edhe mund të flasësh, po ke një grup ekspertësh që të mbështet të... Po, ke dikë që mund të elaboroj shumë më mirë se ty këtë. Dhe ti thuaj fjalën e fundit pastaj. Po jo kështu. Jo kështu. Dhe me çfarë shikoj, ego e tyre është e madhe. Unë shikoj që mbas 11 majit, po ne goditjen e parë do e kemi në të mërkurën, sepse do fillojnë të pakënaqurit që tani thjesht po gëlojnë në zë, po sidomos ke PD për sot dëshme, po lista, patjetër. Do fillojnë që lista... Po ke Partia Socialiste më pak, sepse ata e kanë sigurt që çfarëdo që ndodhi, kanë se çati kërkojnë zotit Rama. Po, është edhe pushteti, është pushteti. Mundësi të ndasë. Është pushteti. Kurse kjo një pjesë e tyre quhen të tradhtuar sepse zoti Rama futi dhe jo vetëm koeficient, po futi një çudi shumë të madhe. Berisha e hodhi këtë shiko se pushteti është i madh, po sidomos kur bë fjalë për koalicionin, se pushteti, domethënë ka dhe gjëra tjera, në sens se shikosh ka dhe posta zëvendësministër, drejtoria dhe prefekt. Shiko, më fal, e përfytyron ti që të kish marrë gjysmën e këtyre goditjeve që ka marrë Rama, gjysmën, ose në pak të kish marrë Berisha, dhe ishte bërë Nami. Kurse këtej, Nami flasë brenda forcës politike, kurse këtej, koezionin shumë i madh brenda tyre, sepse fakti që kanë 12 vjet një lëre pjesën e bashkisë, se u bën 6 vjet, 6 mandate sa u bën bashki, u harruan. 6 mandate, 3 Rama, 3 ky tjetri, 6. Po s'quhen ato të bashkisë, e lem. Këtu po shkoj drejt të katrit, pra është ajo që të majtët pa marrë bashkisë i Vlora dhe Fieri për Leri ato mos i quaj fare, këto më këtu që është gjysmë më shumë 1/3 e Shqipërisë. Ata nuk e dinë a ka pluralizëm. Po e kanë fjalën e majta elektorati, militantët e tjerë e ndjejnë që janë prapa afër erës së pushtetit. Janë shumë afër. Kurse këtej, është ajo që tha shumë mirë Beni, këta që se ndjejnë kollaj atë, po gënjejnë dhe veten, duke i besuar një koalicioni butaforik madhështor, që unë çuditem që si ka mundësi që njerëz që nuk po them fjalën intelektual, po të shkolluar, një pjesë të shkolluar dhe jashtë, moshat e reja, po si ka mundësi, domethënë, që ti trajtojnë në atë mënyrë dhe ti përdorën në atë mënyrë kur duket sheshit se çfarë lloj koalicioni është, për çfarë bëhet, dhe kështu që ti nuk mund të shpesosh që të bëj rotacionin një njerëz që s'ka as kauzë të vërtetë, as njerëzit që e duhur. Më kupton? Ktu është çelësi, se gjithmonë rotacionet ndodhin kur është kauza, që kauzë nuk ka fare, kauzat kanë qenë vetëm personale, pa di në Londër, pa di në Paris, protestë të Spaku, protestë për ish presidentin, protestë për jurikimin, këto kanë qenë kauzat. Komplet çështja familjare. Në rregull? Kështu që kauzë nuk ka, njerëzit po ashtu nuk janë as realisht të motivuar, përkundrazi, ose të shikosh atë që thuhet shpesh përdor ngjela me kënaqësi, grupi elitar. S'bëhet fjalë për grup elitar. Inshallah unë gëzohem të dalë një grup elitar, më kupton? Jo se s'ka ky vend, por ka, po nuk bashkohen më. Nuk bashkohen se si zem bes njëri tjetrit, kanë frikë, shikojnë çdo gjë me skepticizëm, etj. Mungon fryma, më kupton? Dhe kështu që në këtë terren të këtill, s'ka se si të kërkosh ti ta sillësh dot rotacionin. Jo, është edhe kjo trago që Berisha thot këtu jam unë, domethënë është njëshi, dyshi, treshi, katra bosh, pastaj u zi uni për këto vende të tjera. Po prandaj po them njerëzit, se kjo është puna e njerëzit, se po qëse do të kishte brenda atje vërtet një mini grup, se dikur në përshëndet atje kemi qenë, unë të dërgova paracakosh një dokument origjinal, Po, që kam kërkuar 192-shin, po 192-shin i dashur, në rregull? I kërkojë në kryesi. Pa e kërkojë sot. Hajde kërkojë sot. Por kjo është fatkeqësi që mbas 25 vjetësh, mbas 30 vjetësh, të mos kërkosh dot një konfrontim, hiç një zë për së vërtetës Murizi që tha 5 fjalë në Këshillin Kombëtar, për së vërtetës i tha. Aq mbështetje Sapati etj. Arriti e tha.
Po e thama në një moment, ti theshte këto fjalë Murizi në 92-shin e këshin shkrirë në atë formë si foli. Më kupton se e kemi provuar në kurisë nëse që ndodhi. Kështu që në këtë kontekst e kam fjalën Rama ndihet më i sigurt sa koka përballë këtë thashtë koalicionin qesharak. Madje edhe të bëj eksperimente ndoshta. Po pra, pikërisht këtu e ka sigurinë, sepse të këto që batutat që ka filluar të nxjerrë tash, Bufi, Këneta, janë këto janë që do t'i paraprin fushatës, do të delin të tjera batutat, ishi sigurt më mbrapa, se ato do jenë pjesa e fushatës. Dhe kam frikë do kemi as program. Ma more nga goja, nuk është puna. Po kush e vret mendjen për program orta? Këtë duash të pyes, është asnjëri se vret mendjen për program. Unë kur dëgjoj që flasin për programe, ore shumë mirë, po janë lodhje të kota. Nuk është momenti për folur për programe. E kanë kot. Asnjëri s'dëgjon. Jo, ata që s'marrin vesh që rinë në sallë kot si sfinksa, po dhe një që merr vesh nga programi është i lodhur nga fjalë, do change-in e dashur, do rotacionin, pastaj të flasin për programin. Kupton? Kështu që sa nuk krijohet ky medium, kjo klimë që të ndodhë rotacioni, që të ndjehet, pra të krijet kauzën dhe njerëzit, harroje, shekot. Prandaj nuk gjej njerëzit dhe unë personalisht nuk gjej në këtë moment asnjë lloj